Ish trajneri i njohur serb Milovan Djorić ka hedhur dyshime për mënyrën se si Serbia u mposh ndaj Shqipërisë në Leskovac. Në një intervistë për mediat vendase, ai ka lënë të kuptohet se ka dyshime që ekipi ka dhënë maksimumin në humbjen përballë kuqezimve. Unë isha në Leskovac e pash ndeshjen. Kanë kaluar disa ditë, por jam ende i sëmur prej saj. Kam një shije të keqe në gojë, nuk di çfarë të them, një ndeshje e çuditshme në një atmosferë të çuditshme. Ndihem keq. Lojtarët tanë hynë në fushë ndaj Shqipërisë pa shumë emocion. Ishte e dukshme që nga fillimi. Pse? Nuk e di, ata bën gabime të pabesueshme. Mua më pëlqen Milosavljević shumë, është një xhevahir. Ai bëri gabim që në minutën e parë dhe nuk doli më nga ngërçi. Gjatë 90 minutave ndodhen gjëra jo futbolli, kur e gjithë skuadra një lloj si ndeshje ndaj Panathinaikosit në Athinë, sikur ta kishin kopjuar, tha ai. I pyetur më pas se mos kishte ndodhur gjë me lojtarët serb, si në rastin ku ata pretendojnë se janë helmuar me dashje në ngjarjen e Athinës në vitin 1971, Djorić aludon se kishte diçka tjetër. Jo, padyshim nuk i helmuan, por ishte sikur diçka kishte ndodhur. Kishte një ndjesi të keqe, një ndeshje e çuditshme. Ata mund të bëjnë shumë më shumë. Ishte e gjithë skuadra u ndal. Nuk është problem kur ndalen një ose dy lojtarë, por e gjithë skuadra. Kështu vijnë ditë të tilla në futboll, dhe kjo ndodhi në momentin më të rëndësishëm dhe më të vështirë. Nuk do të thosha se lojtarët tanë nuk deshën, nisi keq dhe mbaroi keq. Pritej fitore, por ata ishin të friksuar për një rezultat negativ. Nuk ishin të sigurt në vetvete dhe ajo që ndodhi. Dušan Vlahović humbi rastin e 100. Në pjesën e parë e çoi topin jashtë. Mitrović luftoi, por nuk krijoi asnjë rast. Nuk kishte mes fush. Rëndësia e ndeshjes pati efekt mbi të rinj si Stanković dhe Samardžić. E gjithë skuadra luajti në nivel, tha ish trajneri i cili në karrierën e tij ka drejtuar edhe Jugosllavinë.